Nuk ka deflacion Kosovë, historikisht ka pas asnjëherë, s'do të ketë asnjëherë. Çdo rritje që kemi tash do të na mbetet për të ardhmen. Secilin produkt. Nuk na rritet neve vetëm nafta 1 euro, na rritet për aq pothuajse secili produkt tjetër cilën e blejmë. Ministri i Financave i cili sot dridh eshtrat edhe të Keynesit edhe të Smithit dyve bashk, tha i keni thirr, tha këtë seanca se po doni mi mbrojt ta biznesit. E tash një 4-5 vjet të vetmit që janë të fitu për krizës së naftës, besoni janë bizneset. A dini pse? Sepse kjo qeveri prapa meje jo garanton këtë fitim. Luftat nisin, përfundojnë, rinisin do të reja, përfundojnë ato, një gjë në terminologjinë e vetëvendosjes mbetet konstante, është fitimi garantuar prej Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë për bizneset e Kosovës. Prandaj, në këto rrethana, nuk jemi këtu për të mbrojtur diçka që e ka të garantuar prej qeverisë. Jemi për të ngritur një shqetësim në mënyrë shumë qytetruar, të argumentuar. Pra të provojmë të arrijmë konsenzus fillimisht për arsyeën e thirrjes së kësaj seance. Ju qytetar kuptoni pse është vështirë konsenzusi për gjëra shumë të rëndësishme se kjo. Tani duhet të pajtohemi që jemi në krizë. Ekspozimi i vendit ndaj krizave është tema që po na vjen këtu. Dhe në këtë rrethon janë 2 alternativa që kemi para vetës. Me para është të presim që thirrja e ministrit tonë të jashtëm Konjufca për hapjen e ngushticës së Hormuzit merr mbështetje nga Ayatollahu i ri, nuk pres që do ndodh. E dyta që pres që duhet ndodh është marrë masa. Në qoftë se këto masat e qeverisë po bëhen, në o thanë si janë një sër masash, përfshirë dhe vënia çmimit tavan, atë që po na vjen si lesh për produkte tjera. Është vetëm alternativë, t'ju them lajmin e keq, s'po funksionon. Çmimi i naftës është 2 euro sot. Në terma të ministrit shëndetësisë, operacioni suksesshëm, po pacienti vdeq. Mirë për keni punu, shumë mirë keni po krejt, po nafta 2 euro. Pra kjo është kriza jonë. Dhe ironi ishte. Ironia, kuptoni ironinë. Po tani një gjë që e kuptova këto nga diskutimet e qeverisë, është mos dallimi i një gjëje bazike kur flasim për naftë. Është 2 komponenti asaj. Nafta është edhe produkt final. Unë kam përshtypjen që kur flisni për naftën, po flisni për ato tregueste derivateve të naftës, sa është çmimi i naftës kur e mbushin veturën. Nuk e kemi aty brengën, me thonë drejtën. Bën me ecë më pak me vetura. Po komponenta kryesore që po injorohet është e landës parë. Dhe isha duke mendu gjatë, nuk më kujtu një produkt son Kosovë që prodhohet që se ka landën e parë naftën. Rrëdhëmisht një rritje çmimit naftë, nuk është rritje një numri atje në atë numratorin e derivateve. Është rritje secilit produkt të mundshëm në Republikën e Kosovës. Çmimit të secilit produkt. Dhe njëherë që kur rritet çmimi, është tepër vonë të bëhet diçka për rënien e tij. Nuk ka deflacion Kosovë, historikisht ka pas asnjëherë, s'do të ketë asnjëherë. Çdo rritje që kemi tash do të na mbetet për të ardhmen. Secilin produkt. Nuk na rritet neve vetëm nafta 1 euro, na rritet për aq pothuajse secili produkt tjetër cilën e blejmë. Dhe tu janë tani 4 elemente. E para është çmimi importuar. Këtë se ndikojmë, nuk kemi naftë në Kosovë. Ky çmim na vjen nga jashtë. E dyta është akciza, 36 cent për litër. Duhet pajtohem pjesërisht që akciza ndonjëherë, kur ka rritje çmimeve, bjen potencialisht dhe kërkesa. Rrëdhëmisht akciza është fikse, mund të ketë rrezikim në mbledhjen e sasisë së parashikuar. Përveç rasteve kur themi që nën kushtet e një produkti domosdoshëm siç është nafta, atëherë s'ndikohet fare. Është për të matër, nuk e dim. Por TVSH-ja, komponenti i tretë, është reflektim mbi çmimin bazik mbi cili importohet në Kosovë. Dhe kur themi ta reduktojmë përkohësisht, qoftë TVSH-n, qoftë akcizën, nuk themi, e se tham, s'do ta themi asnjëherë ndalni ato shtesat për leona, ndalni për fëmijë, po themi ndaleni rritjen e çmimeve në secilin produkt në Kosovë, duke rezervuar përkohësisht rritjen e çmimeve në secilin produkt në Kosovë, dhe me qenë se kemi tregun e rregulluar, siç e tha dhe ministria,
e kemi të garantuar se s'do të ketë keq përdorim. Nëse ka keq përdorim, atë problemin e kemi tek ministria, të mënyra se si institucionet të funksionojnë. Dhe nëse ka keq përdorim në naftë, po ju garantoj që do të ketë keq përdorim dhe çdo produkt tjetër tek cilin keni vendosur të vendosni çmim tavan. Problemi është inflacioni i pakthyeshëm, nuk është motivi për mi mbrojt fitimet e garantuara nga kjo qeveri. Problemi është rritja vazhdueshme e kostos së jetesës brenda Kosovës. Problemi është ballafaqimi i një krize me një masë të vetme që e kemi në dispozicion, që i thonë politikë fiskale. Kaq kemi si Kosovë. S'kemi as politikë monetare, nuk kemi as rezerva shtesë të naftës, kemi një politikë fiskale për një periudhë krize që duhet ta përdorin. Dhe për fund, unë vërtet shpesh herë nuk po arrit kuptoj këtë logjikën e mburrjes se është rrëzu një ligj në gjykatë kushtetuese. E kam vështirë ta kuptoj. Si mundet dikush të akuzoj tjetrin pse pati sukses në rrëzimin e ligjit në gjykatë kushtetuese? Si të them një polici në rrugë, çu stërë marrë e nxonë një hajnë. Pra kjo republikë nuk është morale vre, është demokratike parlamentare ligjeve. Ligji bjen, kushtetuta qëndron, pikë. Dhe në momentin që ligji bjen e kushtetuta qëndron, i vetmi që duhet mos kuq është ai që ka hub kohën për me bënë një ligj kundër kushtetutës. Jo ai që ka nxonë në gabim. Nuk ka tema morale në relacion me kushtetutën. Kjo është demokraci parlamentare e cila prodhon ligje dhe aktin më të lartë ka kushtetutën. Nëse vendosim në bazë të krizave, momenteve, të respektojmë ose jo kushtetutën, ose ligjet, atëherë s'kemi më nevojë për shtet. Ka dhe një gjendje të tillë të organizimit të tillë politik, anarkokapitalizëm, i thonë, ne djathtë e kemi në ekstreme, por neve është ekstremi i djathtë dhe më i djathtë. Por s'është i mirë. Po përderisa kemi kushtetutë, ju lutem të keni kujdes, kushtetuta qëndron, ligji bjen, ai që shkir kushtetutën, ai duhet të tërprohet. Sjellën e ligjin që është kushtetues. Jo kemi thonë edhe atëherë. E mbaj mend shumë mirë fjalimet që kam pas këtë foltore këto. Nuk është rasti i parë që qeveria prodhon ligje që rregullojnë tregjet. Janë dy tregje që i rregullojmë. Një është e energjisë elektrike, e thojmë rregullator, dhe tjetër është financiar, i thojmë bankë qendrore. Por duhet institucione të pavarura, ndonse në bindjen time siç po funksiononte nafta, s'ka më funksionuar as aty. Pra operacioni ka më qenë prapë suksesshëm, po pacienti ka më vdekë. Nafta 2 euro. Pra edhe rrethona tilla ka zgjidhje, ndonse bindjet tona ideologjike mund të jenë ndryshme që nuk pajtohen në këtë drejtim. Ju falenderoj.